Çfarë i ndodh trupit tonë nëse konsumojmë arra çdo ditë? Ajo që ham luan një rol edhe në pamje dhe ndjesinë e lëkurës sonë dhe kjo është arsyeja pse ekspertët kërkojnë kujdes për ushqimin dhe kujdes për lëkurën. Sipas ekspertëve, për të pasur lëkurë më të mirë, duhet të ushqehemi shëndetshëm dhe sipas tyre, arrat janë të pasura me acide yndyrore, të cilat janë të mira për lëkurën dhe për flokët, citon eksperti. Ekspertët gjithashtu thonë se për të pasur lëkurë më të mirë duhet të shmangni sheqerin dhe të zvogëloni kripën. Ekspertët citojnë se përfshirja e arrave natyrale në dietën tuaj mund të ofrojnë mbajtjen e një lëkure të hidratuar dhe më të butë. Për më tepër, antioksidantët dhe yndyrnat omega-3 që gjenden te arrat mund ta mbrojnë lëkurën nga stresi oksidativ dhe të promovojnë pamjen tuaj rinore. Konsumi 3 deri në 8 kokra arra çdo ditë është një mundësi shumë e mirë jo vetëm për lëkurën, por edhe për të gjithë organizmin tuaj në tërësi.